A do të rikthehet Egli në Big Brother VIP Albania? Gazetari i njohur zbulon detajet. Për të mos thënë gjithmonë, largimet nga Big Brother VIP Albania janë më të zhurmshme se sa hyrjet brenda kësaj shtëpie, siç ndodhi edhe me Egli Takon. Largimi i papritur i saj ka pushtuar rrjetin, por pyetja më e madhe nga ndjekësit është se mund të ndodhë një rikthim i saj? Donsi që ngadalja reagimet e Eglit janë të rralla. Gazetari Ronaldo Sharka gjatë një interviste ka dhënë deklaratë të papritur. Ai shtoi se mund të kemi rikthimin e Eglit si banorët e viteve më parë, siç ishin Nefi, Kiara dhe Bledi. A do të ndodhë kjo? Mbetet të shihet në vazhdim. Ndërkohë, një lajm i papritur po përhapet nga burime, ku thuhet se Eglit po i përgatisin dhomën e bardhë për ta rikthyer. Ndonse se së fundmi dolën foto që ajo ndodhet në jug të Shqipërisë duke u relaksuar pas situatës së rëndë që ka përjetuar nga izolimi dhe dashuria për gjesti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.